A ju ka ndodhur që peshqirët e sapo lartë të jenë të fortë dhe të ashpër? Ka një mënyrë të thjeshtë e frymëzuar nga Japonia që i bën sërish të butë dhe të freskët. Le ta zbulojmë sekretin japonez për peshqirë që duken si të rinj. Shumica e njerëzve përdorin shumë detergjent ose zbutës. Me kalimin e kohës, kjo mbulon fijet e peshqirit me një shtresë kimike dhe peshqiri e humbet butësinë natyrale. Japonezët e shmangin këtë plotësisht. Sekreti i tyre është një larje e butë dhe pak kimikate. Ata përdorin vetëm dy përbërës të thjeshtë që gjenden në çdo shtëpi: sodë buke dhe uthull të bardhë. Vendos një lugë gjedhe sodë buke në fillim të larjes dhe gjysmë filxhani uthull në ndarjen e zbutësit. Soda pastron fijet dhe heq mbetjet e detergjentit. Uthulla i zbut natyrshëm dhe heq aromat e pakëndshme. Japonezët rrallë i thajnë peshqirët me temperaturë të lartë. Ata i ndejnë në ajër ose në diell të butë. Shkundini disa herë gjatë tharjes. Kjo i ndihmon fijet të hapen dhe të rikthehet butësia natyrale. Rezultati? Peshqirë që duken dhe ndihen si në një spa. Në Japoni ekziston një fjalë, motainai, që do të thotë mos e shpërdoro ato që ke. Kujdesu për gjërat që të shërbejnë çdo ditë. Respektoji dhe bëji të zgjasin. Ky është kuptimi më i thellë i këtij rituali të thjeshtë japonez. Provoje këtë mënyrë herën tjetër që lan peshqirët dhe do ta ndjesh në ndryshimin që nga prekja e parë. Nëse të pëlqen kjo këshill, shtyp like dhe abonohu, subscribe për më shumë sekrete të thjeshta që ja bëjnë jetën tuaj më të lehtë.